Palambrojtëse në rastin Monstra në seancën e së entes do të prezantoj kundër argumentet me të cilat do të dëshmoj se të akuzuarit nuk ishin në vendin e krimit më 12 prill 2012. Për të gjithë të akuzuarit, Palambrojtëse ka dëshmi të mjaftueshme materiale dhe verbale që dëshmojnë pafajësinë e të akuzuarve, ndërkohë që do të përdore dhe deklaratet e dëshmitarit të koduar, të cilat bien ndesh me njëra tjetrën. Mendoj që do të kemi sukses se me të vërtet kemi kundër prova nga ana jon, posaçërisht çështjen e alibit për çdo të akuzuar dhe jam i sigurt që mund të dëshmojmë se asnjë prej të akuzuarve nuk ka qenë në vendin e krimit më 12 prill 2012. Po ashtu kemi edhe prova tjera, por do të orientohemi te deklaratat e dëshmitarit të koduar, i cili deri në fund të dha 5 deklarata dhe lirisht mund të tregojë se ato janë të ndryshme dhe dallojnë prej njëra tjetrës, dhe praktikisht këto dallime që janë kruciale edhe dëshmojnë pafajësinë e tyre, deklaroi Naser Raufi, avokat mbrojtës. Avokati Raufi komenton sërish qëndrimin e fundit të prokurores publike Geshkovska, madje theksoi se tendencat për dënim maksimal me burgim të përjetshëm ishin shfaqur edhe 2 vjet më parë nga ish prokurori Ljupço Shfrgovski. Por Raufi u shpreh optimist për faktin se OSB-ja nuk ja ka ndarë syt çështjes. Nuk është hera e parë që prokuroria të propozoi, po t'ju kujtohet edhe prokurori publik i Maqedonisë këtë e propozoi. Bile edhe në fillim para se të fillojnë seancat e këtij gjykimi që prejudikohet sipas me një dënim pa marrë parasysh që nuk ka prova, do me thënë edhe para se të realizohet fundi i këtij procesi, ky propozim u dha nga ana e prokurorit kryesor. Shpresa e vetme ka mbetur nga monitorimi që është vërtet monitorim maksimal nga OSB-ja, shprehet avokati mbrojtës. Pavarësisht vendimit, avokati mbrojtës paralajmëron se kjo çështje do të vazhdojë në shkallën e apelit, pasi të akuzuarit janë të pafajshëm, ndërsa koha e gjykimit tregon se procesi është i montuar. Të akuzuarit për rastin Monstra janë në paraburgim prej 25 muajsh dhe deri tani janë realizuar 42 seanca gjyqësore.